Recetë thjesht, e shpejt, me pak minuta përgatitje dhe tepër e shijshme. Si fillim në një tigan do të hedhim pak vaj dhe do të skuqim një qep mesatare. Të vazhdojmë ta skuqim mirë qepën derisa të fillojë të zbutet pak. Dhe më pas do t'i hedhim rreth 400 gram mish të gryer viçi. Të vazhdojmë në të njëjtën mënyrë të veprojmë me mishin dhe ta skuqim për disa minuta. Pasi mishi është skuqur, unë kam hedhur gjysmë speci të kuq dhe gjysmë speci të verdh, ose mund t'ja hedhni në ngjyrë, nuk ka problem. Të vazhdojmë ta përzijem përsëri dhe ta lejmë specin të skuqet për disa minuta bashkë me mishin dhe me qepën, derisa të shikojmë që speci është zbutur. Më pas do të hedhim disa domate qershi. Të vazhdojmë ta përzijem. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëmë për 2-3 minuta derisa domatet të jenë zbutur. Domateve të vogla nuk ka nevojë që t'i hiqet lëkura, por nëse përdorni domate normale mund t'ja hiqni sipas dëshirës. Tashmë siç e shikoni, domatet janë zbutur. Do t'i hedhim krip, spec pluhur dhe piper të zi. Erëzat janë sipas dëshirës, mund t'i hedhni dhe erëzat e tjera nëse dëshironi. Të vazhdojmë ta përzijemi mirë për 1 deri në 2 minuta. Do t'i hedhim rreth 100 ml ujë, i cili është në temperaturë ambienti. Do t'i vendosim më pas kapakun dhe do ta lejmë të ziejë për rreth 10 minuta në temperaturë të ulët, derisa perimet të jenë zbutur plotësisht. Sipër do t'i hedhim 4 vezë. Tek vezët do të hedhim pak krip dhe më pas do ta përhapim siç e shikoni në video, ose mund ta lini dhe ashtu siç është. Do t'i vendosim përsëri kapakun dhe do ta lejmë për 1 deri në 2 minuta të tjera, derisa vezat të jenë fiksur. Tashmë e kemi gati. Në fund fare do t'i hedhim majdano sipas dëshirës. Dhe është gati për ta konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.